Presidenti i PL Ilir Meta ka patur një bisedë telefonike me gazetarët teksa ngjiti shkallët e SPAK, ku po i komunikohen akuzat dhe po merret zyrtarisht i pandehur. Meta tha se në 11 maj u votuan nga 8.000 qytetarë të cilët i quajti heronj, ndërsa shtoi se mbështetësit e tij u tradhtuan. Kreu i PL hodhi akuza në adresë të Faik Bashës, edhe pse nuk e përmendi me emër, ish antari i kryesisë së PL, i cili pak ditë para zgjedhjeve njoftoi divorcin nga kjo forcë politike. Askush nuk është paraqitur për të më shoqëruar për atje. Kam edhe hallin e avokatit tim që po humb kohën kot. Mezi po pres të shkoj që në radhë të parë t'i uroj SPAK-ut për 83 mandatet që i dhanë me task forcën e tyre kundër opozitës dhe me task forcën e tyre për të mos vepruar kundër terroristëve elektoral, në këmbim të mandatit që ata presin nga Edi Rama që të jenë të përjetshëm. Nuk e kuptojnë dot krimet intelektuale të Edi Ramës dhe inceneratorin që nuk ekziston. Mezi pres dhe nuk kam kurrë ndërmend të kërkoj mbylljen me procedurë. Do ketë gazetar ndërkombëtar në sallën e gjyqit, do shihni shkrimet e merobazës dhe faktet, provat se çfarë është kjo organizat në shërbim të Edi Ramës. Pjellej një votimi antikushtetues me 69 vota të prokurorit të përgjithshëm Arta Marku, që zgjodhi KLP-n në mënyrë të palikshme dhe që zgjodhi këta. Është një proces që do të fitohet, siç fitoi presidenti Ilir Meta, proceset hetimore që mori parlamenti me 122 kartonat kundër presidentit të Republikës. I falenderoj 8.000 heronj që votuan për Ilir Metën, që u rrëmbyen në atë mënyrë terroriste me vetdije, me firmën e Altin Dumanit dhe të kolegëve të tij. I falenderoj të gjithë ata shok dhe miq që punuan por që u tradhtuan nga një maskara, i cili me porosin time është shpallur non grata, dhe këtë e di sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, i cili dorëzoi listën prej 12.000 emrash që kishin bërë shokët, miq dhe dashamirësit e Ilir Metës tek patronazhistët, sepse priste që të bëjë sekretari i përgjithshëm në vend të Tedi Blushit, tha Meta.